نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Për çështjeve që i kanë xhavarixht, që vrehet tek ata, kanë dobësi në kuptimin e fesë. Kanë dobësi, kanë mangësi domethënë në kuptimin e fesë. Dhe nuk kanë domethënë kuptim të drejtë. Dhe megjithatë thotë Sheikhu Sheikh Arafati hafidhahullah, domethënë dhe kanë ghurur, domethënë si vetpëlqim. Kanë vetpëlqim, kanë mangësi në kuptim, megjithatë mangësinë në kuptim dhe gjehel, po ashtu kanë ignorancë, megjithatë ignorancën dhe dobësinë në kuptim, prap e kanë atë vetpëlqimin, domethënë që tekabbur ala sahabat me bo. Domethënë me u shfaq arrogant ndaj sahabëve ridwanullahi alejhim. S'kemi nevojë për këta. Kush janë këta? Ata burra, ne burra. Kjo është rruga e xhavarishëve dhe ku mundet me përfundu njeriu. Që ata domethënë shkaku domethënë kanë dobësinë kuptim, nuk kanë kuptim të drejtë, kanë ignorancë, po megjithatë i ka mashtru vetvetja dhe i ka mashtru shejtani që ta ngrin veten domethënë mbi sahabëve ridwanullahi alejhim, fayadhunun ata mendojnë humel fuqaha, humel ulama. Ata mendojnë se ata janë fuqahat, dietarët e fikut, dhe ata janë dietarët e fesë. Domethënë me gjithë ignorancën, s'kan mësuar askund, në përburgje do gjithë jetën e kanë kalu, edhe thot dietar. Khalid Rashidi dietar, ai çetri dietar. Çish va kanë mësuar musliman dhe asnjë sen. Edhe tash ky i Kumanova Sadullah Bajrami e pash ma çun vëllezërit një video aty, thot 2027-ën çlirohet Palestina. Domethënë kjo tregon ai ka seriozisht? Ai e kishte domethënë seriozisht atë muhabet. Nuk e kishte për motall ai. Edhe është e majt atë mësim duket gjatë taravive, ku ka shumë xhamat, ku ka shumë njerëz që ta dëgjojnë, që ky me i përgëzu ata musliman se 27-ën edhe 2 vjet po boni sabër edhe çlirohet Palestina. E pse? Kush ka thënë? Ka thënë ai ikhwani Ahmed Yasin el-Halik. Do thënë themeluesi i Hamasit. Ai i Palestinës. Ahmed Yasin e keni pa është në koliz kështu, ka vdek tash se disa vite. Ai ka thënë sipas ajeteve që Musa alayhi salatu wasallam ka qëndruar në Egjipt, pastaj ka ardhur Beitul Maqdis, aq vite, edhe tash janë këto shena 27 ka është termini i fundit ta çlirojnë Palestinën. E para punës ju nuk keni në rrugën e Musait alayhi salam. Ju nuk keni në rrugën e Musait, ju jeni në rrugën e ata që e shajnë Musain alayhi salatu wasallam. Kjo është dallimi i madh. El farq ash-shasi. Që është midis juve dhe ikhwanëve dhe Musas alayhi salatu wasallam. Ata nuk janë, ata janë me Sejt Kutubin, e bëjnë të paprekshëm, kurse Sejt Kutubi është ai që ofendon dhe e shan dhe nënshmon Musain alayhi salatu wasallam. Çfarë fitore pritet këtu? Fitoria vjen kur do jemi në rrugën e Musait alayhi salatu wasallam. Fitoria do vjen kur do jemi në rrugën e Isait alayhi salatu wasallam. Fitoria do vjen kur jemi në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë realizohet fitoria. Jo fitoria në rrugën e Sejt Kutubit. Shaj Musa alayhi salatu wasallam e ne vjen fitoria. Musa alayhi salatu wasallam bil munasaba tash, Musa alayhi salatu wasallam ka besuar se Allahu shihet. Prandaj ka kërkuar Allahut me të pa. Musa alayhi salatu wasallam i ka kërkuar Allahut që në dunja me e pa. Edhe thotë Sheikh Arafati te usulu sunat të Imam Humeidit rahimullah, kjo tregon domethënë që Musa alayhi salatu wasallam nuk e ka kërkuar një gjë që është mustahil, e pamundshme. Është e mundshme, por nuk është e mundshme në dunja. Ashtu ka dash Allahu. Do thonë, nuk kërkon Musa alayhi salatu wasallam një gjë nga Allahu Teala që është e pamundshme, jo. Gjë e mundshme. Po ajo do jetë domethënë në ahiret. Sheikh Arafati thotë el mutaakhirin min al khawarij e mohojnë inkar ru'yatillah fil akhirah. Ata mohojnë domethënë që besimtarët do e shohin Allahun subhanahu wa taala në ahiret. E ne tash si me Musa alayhi salatu wasalam, jo kaç ka qenë atë aq ka qenë, jo. Bohuni në rrugën e Musait alayhi salatu wasalam dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atëherë vjen ndihma e Allahut. Dhe kjo të thonë ignoranca e këtyre njerëzve, që dalin aty si xhallare promovojnë veten, kurse këta çështje e prekin gajbin.
e prekin ghaibin këta çështje. Janë çështje të rënda, domethënë. Islami nuk ka lidhje me fallxhorizëm. Islami e dënon fallxhorizmin dhe larg me të qëndru fallxhorave. Ama kur nuk e mëson kitabu Tauhidin, kur merresh me prallat e Huweinit, atëherë ndel këtu. Kur merresh me se Huweini nuk u ka mësuar këtyre akiden edhe Tauhidin. Huweini që quhen ata alama, dietar, ai Nizram, ai çetri, do thonë do një susuri si quhet ai do një Prizrenit. Krejt do më thonë dalin, se këta do më thonë, si thonë shujuhët, këto raste të tilla i qesin brirët këto njerëz. Dalë fytyra e vërtet, do më thonë, se sa ne përmbajnë veten, emocione, jo kështu, jo ashtu, edhe dalin. Edhe shihet, do më thonë, kën me kën është. Se ndoshta si ka thënë Imam El-Auzai rahimullah, ka mundsi njeriu na e fsheh neve bidatin, ama shoqnin sa ne fsheh. Ai Al-Qarni kishte bësh krim për Huweinin. Mas 2 orësh kishte dash me fshi, se vjen lun puna pendraku, që ta dini. Se si ka thënë Uthmani radiallahu anhu, atë që nuk e bën Allahu me Koranin, e bën me sultanin. Atë që nuk e bën Allahu me Koranin, e bën me sultanin. Këta nuk kuptojnë me Koran. Sheikh Rabia ty refuzu, Sheikh Ahmed e Nejmi ty refuzu, Imam Lara ty refuzu, këta nuk kuptojnë. Atëherë vjen pendraku i Ali Saudit, atëherë kuptoni mirë. U ikin ato, si ka thënë ai Ibn Sebihi, Omerit, ja Amir el-Mu'minin, kret ato mendime, ikën ato. Kur ikën? Kur erdhi pendraku, shkopi Omerit radiallahu anhu. Prandaj do të thonë, kjo është, këta i thuhet arabisht, yadhakun ala nas. Këta që i qeshin me njerëzit me musliman, i tallin musliman këta. Kjo është tallje do të thonë. Që ti tu tregosh muslimanëve 27-ën po çlirojnë Palestinën e kështu. Ama kjo, si thash, pasojë do të thonë që nuk e kanë mësuar tauhidin ata. Që nuk e kanë mësuar ata tauhidin. Sepse janë tu marrë gjithë jetën me pralla. Ishte këtu, dola këtu, isha atje, e kështu me radhë. Ai tjetër që ka mbet, Muhamet Hasani, unë shkum pa do më thonë njeri me qajt palot. I qeti si do më thonë nalë kër e qoj krytin, do më thonë si të fata. Asë një sen. Do më thonë me të vërtet aktora në këta. Me të vërtet aktora. Pasta edhe para që për në Egjipt, do më thonë, thot aty në duket natë video, në duket, se ku marru që ka 2 javë. Thot tash i vjen radha Egjiptit, do më thonë pushtetarit e Egjiptit, pastaj pinë e Egjipt edhe aty do futemi në Palestinë. Do më thonë këta njerëz do më thonë nuk mësun, do më thonë nuk mësun. Si ata Khawarij, do më thonë Adnan Aruri dhe ato tjerit, kanë thënë do më thonë Siriankat do më thonë lindin shumë. So problem, 1 milion të vriten në Siri, so problem. Ne të vriten ata. Kryesorja ne pastaj takimi pushtetin. Edhe si ka thënë Ibn Hazm rahimahullah, këta njerëz do më thonë nuk kanë çliru Khawarijt flasim. Nuk kanë çliru asnjë vend prej qafirave. Por si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, yaqtulun ahlul islam wa yatrukun ahlul awthan. I vrasin muslimanët, i vrasin besimtarët dhe i lënë në rehati, do më thonë paganat ose mushrikët ose qafirat kështu. I lënë do më thonë në rehati qafirat, kurse i vrasin besimtarët dhe muslimanët. Kjo është rruga e Khawarijve dhe në fund Dejjalli ka me dalë kundër muslimanëve, që edhe ata me i mashtru dhe me i bo pa besimtar. Edhe ata do dalin bashkë me Dejjallin, do e kenë udhëheqës. Edhe do shta do dalin prallagjisti ky i Kumanova, se në do thonë, kjo është Mehdiu tasha. Për Dejjallin do thonë, me Mehdiu është. Hajde lidhuni mas këtita, këtë e kimi imam tash. Do thonë, me vërtet, sa e doba duhet jetë logjika e këtij njeriut që me përmend këtë çështje. Edhe me i besu do më thonë. Me i besu do më thonë kësaj gënjeshtrës dhe këta çështje. Sa i dobët do më thonë duhet jesh, shumë i dobët duhet jesh, shumë i dobët. Ibn Abi Davuti rahimahullah thot, la ta'taqid ra'il Khawarij. Mos e ke bindje mendimin ose rrugën e Khawarij ose besimin e Khawarijve. Po qëndro larg. Sepse ajo është rrugë do më thonë ose fjalë, ose mendime, ose ideologji që e ndjek epshin. Dhe në fund do më thonë, shkaku i pasimit të epshit, shkatrohen ata. Shkatrohen.